fakt, kjo është një politikë e gabuar në 30 e ca vite demokraci në vendin tonë, pasi është krijuar ideja që çdo vepër e realizuar para viteve 90, hajde ta prishim sepse e keqja na pas ka ardhur ne nga veprat që janë bërë po nga shqiptarët, po me djersën e tyre, po me punën e tyre në 30, 40 apo 100 vite shtet që ne kemi. Pra absolutisht nuk duhet që asnjë vepër e bërë qoftë edhe gjatë periudhës së komunizmit të prishet. Është kriminale që ne sot nuk kemi azotikun në Fier, por edhe fabrikën e superfosfatit në Lezhë që prodhonin mijëra ton materiale kimike që përdoreshim për pjesën e bujqësisë. Dhe sot detyrohen fshatarët e blejnë atë nitratin, superfosfatin, uren me një çmim jashtëzakonisht shumë të shtrenjtë dhe janë të varur nga importi. Gjithashtu ne jemi vetmi vend në Ballkan që kemi rezerva nafte, pra në toka jonë është plot me naftë, por jemi vetmi vend që nuk kemi rafineri. Një rafineri që ne e kishim në Ballsh u shkatërrua nga politika e gabuar në to 30 e ca vite. Pra ka rafineri Maqedonia që nuk ka naftë. Pra është absurde ta mendosh këtë dhe ne sot paguajmë naftën më të shtrenjtë në të gjithë rajonin. Pra ne kemi naftë, po s'kemi rafineri dhe kjo është gabimi që është bërë në vendin tonë. E fundit me tecin e Fierit. Normalisht teci është një le të themi agregat gjenerues, prodhues i energjisë elektrike, ku lëndë parë përdor le të themi qymyrin, gazin, naftën në varësi të teknologjisë që mbulon nevojat e vendit kryesisht gjatë verës, sepse ne sot për sot ne prodhojmë energjinë vetëm nga hidrocentralet, çfarë do të thotë jemi të varur nga reshjet. Pra nëse në verë nuk bie shi, ne do të detyrohemi do ta blejmë energjinë me çmimin e bursës që zakonisht është një çmim jashtëzakonisht shumë i lartë. Po të ishte teci funksional, ne do kurcenim disa milion euro, le të themi në llogarinë dhe financat e shtetit shqiptar. Por me sa duket këtu nuk është fokusi.